Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Ky është emisioni Poetikum, një emision I ri për nga ideja dhe formati I tij. Dhe sigurisht qëllimi I emisionit ton është që të bjerë tek ju emocionin e ngrohtë poetik. Gjithmonë kemi folur për poezinë, është folur dhe është diskutuar së tepërmi për fjalën poetike, por asnjëherë ajo nuk ka ardhur kaq e ngrohtë, kaq e natyrshme dhe mirëfilli fjala poetike. Sigurisht, vargjet që sapo dëgjuam në këtë atmosferë e kanë një autor. Për të gjithë juve, poeti Makupone. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma. Si u ndjet pas recitimit të vargjeve? Gjithmonë me emocionet e brendshme, sepse shikon atë që ke krijuar të marrë një ngjyrim, të bëhet një gjallë e re. Dhe këtu ka të bëj forca e fjalës poetike. Tashmë shkëputet nga teksti dhe merr ngjyrime të tjera që kanë 10 fish vlerë emocionale, e përçojnë më fuqishëm mendimin e poetit. Më vjen mirë që ky interpretim, sepse edhe mua vetë më ngroh gjatë punës sime. Por ndoshta pikërisht këtë duam të arrijmë. Për të njohur më tepër me shikuesin e ekranit ton, pak fjalë për juve. Së pari, përfitoj nga rasti të përshëndes shikuesin një herë, atë që e do poezi dhe atë që do të përpiqemi ta bëj të doj poezinë. Së dyti, përshëndes televizionin Apollon për këtë sipërmarrje artistike, për këtë emision të ri që besoj se do të ngjallit interes në mirë dhe mira shikues. Pra, është një pasurim në këtë media me emision të ri, besoj se do të jetë tepër interesant dhe së treti përshëndes ideatorët e këtij emisioni që I kemi brenda stafit tonë për një punë që më duket vërtet e lavdërueshme. S'ka nevojë për superlata, mbasi ata që do ta miratojnë dhe do të shprehin mendimet rreth këtij emisioni janë të teleshikuesit e gjerë. Ju falenderoj për mbështetjen ideore dhe emocionale që na jepni për vetë faktin sepse një vizion I ri, një ide e re, gjithmonë has vështirësi në realizimin e saj, por do doja të kthehesha konkretisht në idenë tuaj, në mesazhin tuaj. Poezia që sapo pasqyrova mban titullin Grusht. Dhe sigurisht kemi një lojë midis pasqyrës dhe gjithçka ndodh me vetdijen dhe vizionin njerëzor. Do kisha dëshirë t'ju ngacmoja konkretisht rreth kësaj poezie. Tashti I fortë është njeriu që arrin të vështrojë në vetvete. Mbasi më shpesh në veprimet tona, në mendimet tona, udhëhiqemi nga një dritësirë që herë shohim dhe herë nuk e shohim. Njeriu nga vetë natyra është një qenie mjaft komplekse. Dhe gjëja më e vështirë është të njohë vetveten. E ka shumë më lehtë të njohë të tjerët, të vështroj veprimet të tjerëve, ti analizoj, ti gjykoj, ti dënoj, ose dhe ti miratoj. Por harron gjithmonë raporti me vetveten. Dhe në një moment caktuar, goditet me anë të grushit një pasqyrë, ku njeriu po shihte vetveten dhe pefas kjo vetvetja copëzohet në 7 pjesë. Dhe gjakoset vetëm një pjesë është ndarë në 7 fytyra, edhe është gjakoso vetëm njëra e cila ka të keqen nga brenda. Por njeriu kërkon të shkojë deri në fund të vetes, sepse I ka dhe 6 copa të tjera. Dhe ndoshta të tjerat ai do ta shikoj veten të pastër, të kulluar, si bardhësia e borës, si uji krojt, që është I kthjellët. Dhe
Ai nuk e di se ç'potec ka nga brenda, ka shkurt e kjo e mirë, e ka larguar të keqen, ligësin, dhe këtu jemi gjithmonë brenda kuadrit njerëzor, po shkëputemi nga dukurit në fenomenat e vështira, por jemi brenda raportit midis ndërgjegjës dhe nëndërgjegjës, midis vetëdijës dhe pa vetëdijës. Me vedi arrim me shumë vështirësi të shkojmë tek e vërteta, sepse është një pjesë iracionale e pa ndërgjegjshme brenda vetes sonë që na çon drejt së keqes. Më ngacmoi pikërisht ky varg, por nuk doja të zgjatësha më tepër, mëkati vjen me gjakun e secilës. Ndoshta kjo ishte ajo që unë doja të nënvizoja në gjithë këtë mrekulli poetike. Mirë, për gjithë shikuesit e ekranit, do të ndjekim një biografi të shkurtër artistike të autorit. Maku Pone u lind në muajin mars të vitit 1939 në qytetin e Fierit. Fëmijërinë e kaloi në këtë qytet e më pas në manastirin e Shënmërisë në Apoloni, në Pogradec dhe Tiranë, ku edhe kreu shkollën fillore. Studimet e mesme i kreu në Tiranë dhe Shkodër, ndërsa u diplomua për inxhinieri nafte përkatësisht në Moskë dhe Tiranë. Ka studiuar më pas edhe për filozofi. Ka punuar në industrinë e naftës si mësues, si gazetar profesionist dhe si dramaturg pranë teatrit Bylis. Vitet e fundit punon në stafin e gazetarëve të televizionit Apollon në Fier. Në letërsi, ka debutuar qysh në mesin e viteve 1950. Librat Kur buzëqeshin shokët, Yjet mbi bar, Në brazdat e kësaj toke, Lulëzim, Në portat e erave, Gjaku i verdh i lule diellit, Qeku i reve dhe Dëbora e Orientit janë edhe krijimtaria e tij poetike. Gjithashtu, edhe trilogjia poetike Qiparisat e Muzgut, Muzik dimri dhe Një kafe me gurin. Në dramaturgji, ka vënë në skenat profesioniste 10 drama, nga të cilat janë botuar Asgjë nuk është harruar, Fundi i sinorëve dhe Natë pa gjumë. Ai gjithashtu ka debutuar dhe në letërsinë për fëmijë me vëllimet Naftëtarët e vegjël, Ne jemi gjeolog, Postieri ynë, Na thërret trumpeta, Pushimet dimërore dhe të tjera. Maku Pone ka fituar 5 çmime në konkurset kombëtare në poezi, dramaturgji dhe prozë. Studiuesi Mojkom Zeqo do të shprehej për Maku Ponen. Maku Pone është një shtektar i shkrimit shqip të poezisë, i nisur që herët në vitet 50 të shekullit 20, me modesti dhe thjeshtësi të vetëdijshme, pati një qartësi të madhe mendimi, një qëllim lirësues. Poezia e vërtet është një përmbajtje për të thyer guackat e provincializmit mendor dhe estetik. Poezia e Makut i ka thyer prej kohësh guackat. Ai është një poet i suksesit të vërtet gati në heshtje. Ndoqëm një biografi të shkurtër të krijimtarisë artistike të poetit Maku Pone. Librat flasin. Fjala flet përmes mesazhit dhe ndjenjës artistike. Por shumë herë autorët, shkrimtarët, poetët janë pjesë e jetës së përditshme, janë pjesë e juaja. Ne jemi pjesë e së gjithëve. Pak fjalë për jetën tuaj të thjeshtë. Pra për përditësimin tuaj, ndoshta nuk u shpreha qartë. Shiko, poetët, artistët, kudo që ndodhen, piktore, muzikantë, janë pjesë e njerëzve, janë qytetarë midis qytetarëve dhe nuk kanë asnjë shenjë dalluese nga jashtë. Ti mund ta shikosh piktorin duke ecur në rrugë dhe nuk e di fare që është piktor. Madje edhe ai harron që është piktor sepse përpihet nga mendimet e përditshmërisë për të cilën folet i vjen. Dhe është takon një në rrugë, një shok, një mik, një të njohur, një të afër, shkon në shtëpi si gjithë njerëzit, do ulet në divan, do hap televizorin, do bisedoj me familjarët rreth përsëri përditshmërisë, por ndërkohë ku është dallimi, sepse gjatë kohës që ka ecur vetëm, gjatë kohës që ka takuar dikë, gjatë kohës që shikon televizion, vërtet në një emision në televizion, ai
përsëri kthehet brenda vetmisë së tij, brenda një guaske të padepërtueshme nga jashtë, edhe askush nuk e di se ç'luhet në mendimet e tij. Befas në rrugë i ka shkrepur një xixi mendimi për një poezi, për ngjyrën kur është piktor, për tingullin kur është muzikant, për shumësinë e tingujve kur është instrumentist, i vetëm në violin ose bashkë me orkestrën. I përfitojnë sytë e dirigentit. Atëherë kjo e veçantë që nuk dallohet nga tjerët, është e brendshme, është e vetja, dhe ai po ta pyesësh madje do thoshe që shumë e vështirë ta shpjegoj. Është një vetmi, një zhytje brenda vetes që e kanë zakonisht poetët. Tash i kuptohet, ne flasim gjithmonë për poetët e talentuar, që kanë një dallim midis se nuk janë të tërë të barabartë, poetët e talentuar që jetojnë gjithmonë me krijesat e tyre, me krijesat e tyre për të nxjerrë, si thot një poet, Alfred Mehmeti, për të nxjerrë nga moskenia një qenie. Nuk kanë ekzistuar dhe befas gjatë një procesi që herë zgjat me minuta, herë me orë, herë me ditë dhe herë me javë, për të nxjerrë një qenie. Kjo është veçanti e çdo krijuesi. Nuk ka rëndësi koha sa zgjat, po është kohë krijuese, për cilën e kemi folur shpesh. Pra ai procesi i ndërgjegjjes i cili realizohet përmes jetës sociale, përmes jetës së përditshme, duke shfrytëzuar realitetin për të krijuar atë gjakun dhe frymën artistike. Po, për të ngritur, ne patëm rast të bisedonim një poet të madh, Abdullah Tafa, i cili e ndan realitetin e përditshëm nga atë realitet mbi surreal, mbi reale. S'ka rëndësi se cilës rrym i përket, po ne jemi në shekullin e poezisë moderne, për cilën gjithashtu kemi folur, kemi dëgjuar, dhe ky shekull erdhi edhe në Shqipëri falë ndryshimeve rrënjësore, shoqërore, që është, kuptohet, ata nismëtarët, ata që ndoqën rrugën e vijimësisë për të kaluar shoqërinë tonë në një shoqëri demokratike, ndoshta pak e mendonin se ç'grusht po i jepesh vetë diktaturës, vetë censurës së asaj kohe, për të mos e lënë pikërisht të shprehesh ky unë poetik, ky unë i brendshëm që pasqyron një unë shoqëror, një komunitet, një komb, një shoqëri shumë të gjerë, ballkanike, europiane dhe botërore. Sepse nëse ne synojmë kuptimin transformues të kalojmë në bashkimin europian, poezia, artet kanë kaluar, nuk janë të ndarë. Ne do të kalojmë si një rende, një bashkësi, po ne elementet i kemi quar. Domethënë i kemi quar nga realizmin e i shikojmë me dritën e syve. Dhe nga kjo na është dhënë drejta që ne të përfaqësojmë artin, lehtësinë, kulturën kombëtare në bashkësinë europiane, bile do thosha edhe botërore. Domethënë në një mënyrë të tillë që pavarësisht nga përmasat numerike të kombit tonë, të Shqipërisë tonë, vlerat mund të jenë të vlefshme me vlerat e kombeve të tjera që kemi qoftë shkim, qoftë të largët. Do të doja, jo të ndarja mendimin tuaj, pa diskutim, por do të doja të qëndroja në një pozicion tjetër, pasi për këtë ndoshta të flasim në një çast të caktuar, kritika, mendimi dhe gjendja e poezisë shqipe ose rruga kundrejt së cilës ajo shkon. Do të doja të flisja pikërisht, ose ashtu siç kaluam në pikat e mëparshme, poeti, jeta e tij sociale dhe jeta e tij individuale. Dhe sa e shfrytëzon poeti realitetin, sa e shfrytëzon ai jetën e përditshme. Apo është thjesht një çështje e brendshme psikologjike? Shikonemi brenda një medjeje të fuqishme rajonale. Dhe ne e dim nga praktika, këtu ndodhen kolegët, midis nesh, i kemi të pranishëm, ne dim që është jeta në radhë parë që na thret, drejt kronikës, drejt
një speciale, drejt një telereportazhi, drejt një dokumentar. Ja ku jam, thot jeta, hajde tek unë. Do më thënë, ajo nga bën thirrjen, që ne të shkojmë atje, ku zhvillohet ngjarja, të cilin do ta pasqyrojmë si të veçantë ose si të përgjithësuar. E njëjta gjë ndodh edhe me poetin. Është realiteti në shumë llojshmërinë e tij, në radhë të parë në lëvizjen e tij. Sepse edhe kronika televizive është në lëvizje, asgjë nuk ka të ngrirë. Atëre syri i gazetarit dhe në rastin tonë që po flasim për poezinë, është syri i poetit që kap ngjarje në lëvizje. Po ngjarja nuk është vetëm e jashtme. Neve gjatë intervistave që u marrim qoftë e banove më të thjeshtë, siç kisha rastin e sotëm për regjistrimin e popullsisë. Ne vëzhgojmë edhe sytë e tij. Gazetari vështron sytë. Nuk do të doja të vazhdoni më tepër, ju kërkoj ndjes për ndërprerjen, jo se nuk dua ta dëgjoj bisedën, por dua ta informoj pikërisht shikuesin e televizionit Apollon. Pozicioni social i poetit dhe shumë herë ai bëhet zëri i shoqërisë, ai mban një pozicion kritik edhe vajtues. Prandaj do doja t'i prezantoja shikuesit një klip të cilën ne e kemi përgatitur enkas për kënaqësinë tuaj. Ta ndjekim. Nuk e prit. Përshësh, sa po që e bet të borën. Dhe unë mund të thërrisja një elegji për ty. Me një dëbor të zezë nga sipër, tek vajton për një qefin të bardhë. Ju pëlqeu video? Dëbora e zezë. Më pëlqeu sepse këtu komponentët janë bashkohen në një të vetme, në lëvizje, ku fjala poetike është bashkuar me pamjen dhe me një muzikë shprehse, të cilat synojnë dhe japin një mendim, një ide poetike të caktuar, një gjendje meditativo-emocionale. Dhe për më tepër kur i harmonizon të gjitha këto elemente. Pikërisht, ky është funksioni dhe e veçanta e klipit, sepse teleshikuesi njeh videon që ka të bëjë me muzikën, me këngën, por po them se kjo është nga të rrallat ku prezantohet poezia nëpërmjet një videoklipi. Është një risi edhe për median tonë, ndoshta edhe e rrallë në planin kombëtar, dhe mendoj që kjo traditë e re duhet të vazhduar, sepse jep një ngjyrim tepër të veçantë dhe një fuqi emocionale poezive të gjithë poetëve të talentuar. Ndoshta shpresojmë që të realizojmë më së miri misionin tonë në këtë fushë. Do të doja t'ju ngasmoja paksa në mendimin kritik. Poezia sot. Poezia sot, siç na e shpjegoi dhe një nga estetët dhe studiuesit më të shquar të Shqipërisë edhe në shkallë europiane, Abdullah Tafa, falë ndryshimeve, po e nënvizoj edhe njerë, se pato ndryshime të mdha politiko-sociale, nuk vinte modernizmi. Modernia nuk do vinte dot në Shqipë, sepse ne dim që ajo kanë qenë përpjekje gati të përgjithshme, po kujtojmë për një moment teleshikuesit se dy poetë të talentuar, Eli Brazdi, Bloshmi dhe Leka, janë pushkatuar. Vetëm për fjalën poetike. Sepse i diqe shumë diktaturës, zbulimi asaj të brendshme. Diktatura donte urra, të dorotrakiste, të ulurinte.
Gjekja ish njohur edhe nga fashizmi. Po të shikojmë dokumente të kohës së fashizmit në Gjermani dhe në Itali, do të shikojmë dy pika të ngjashme identike. Sublimohej njeriu i fuqishëm, fashist. Trumpetoj ide e njeriut heroik. Edhe tek ne, njerëz të fuqishëm, të gëzuar, thuhet i ta s'kan asnjë hall në veten e tyre. Mos ndoshta po shndërroheshin gati në mite për sigjalli. Për sigjalli, tamam në mite, në bëma, në legenda. Dhe ajo që ishte e veçantë, e brendshme, e dhëmshme, individi, familja, të afërmit, komuniteti, shokët me i këtu e sikur, çdo gjë shikoj aty, vetëm ndriçim. Dhe të bora e zezë pikërisht të moment kap, që sa po dha në klip, që ka njerëz që akoma nuk e kuptojnë të shndërrim kolosal që ndodhen në Shqipëri dhe në gjitha vendet e lindjes Evropës lindore. Sepse duhet t'ja u themi njerëzve pavarësisht nga vështirësitë të anës financiare, të mjeteve të jetesës që diku janë plot me bollek, ta zëm në një pakis, të mendojnë se Zot thot liria e vërtet e individit. Të mos kenë një lloj nostalgjie për të kaluar, sepse në këtë mënyrë dëborën që është e bardhë ata e shikojnë të zezë. T'i gëzojmë i zhvillimit që ka vendi ynë. Këtë e ka edhe për mision dhe vetë poezia nëpërmjet elementeve të brendshëm që ka ajo. Nuk pasqyrojnë me tash euforia për shumë kaçet, për bulevardet, për ato shiritet e rrugëve. Do më thënë, nuk ka anë të jashtme, sepse kështu i ka parë shikuesi në gjithë botën. Ndoshta është prishur e struktura formale e jashtëmërisë, e dukjes, dhe çka ka shkuar drejt atij procesi të brendshëm të ndërgjegjjes që folëm pak më parë. Pikërisht. Pra çfarë ndodh në pavedijen e njeriu, sa ai është i aftë të zbërthej këto impulse. Gjithmonë të zbërthej në kuptimin e së mirës kundër së keqes, të bukurës kundër të shëmtuarës. Këtu kemi beve me konceptet bazë të filozofisë, domethënë që i kundërvijë njëra tjetrës. Edhe thirrja e poetit është vështron në vete për të kapur atë të mirë shpirtërore, atë të mirë në mendim, se do të sjellin në veprime që çojnë përpara veten tënde, një grup shoqëror, edhe një komunitet tërë. Kuptohet përmes përgjegjësive shumë të mëdha, të cilat ne i dimë. Edhe gjaku aty është arketip, është simbol i asaj të keqe që neve na pikëllon. Se ne, shtonë në poezinë e mbarshme, arrim madje babaj të ekzekutojnë birin e vet. Nuk ndodh. Po prishim edhe ato që janë ekuilibrat hyjnor, biologjik, por edhe ekuilibrin e mirëfill të faktit, apo ja? Po, edhe të traditës sonë kombëtare shqiptare. Nuk vihesh dorë, birin mbi atin, ati mbi birin, njeri masakron ta zëm nënën, do të themin janë të ralla. Ne nuk duam që të ndodhin këto. Pse të ndodhin? Biseda me ju është e këndshme, por jam i detyruar që edhe me shikuesit të mbajmë një qëndrim argëtues dhe komunikues. Ndjekim një tjetër interpretim. Shenjat i shoh nga brenda, jo nga jashtë, që i përjetojnë të gjithë. Digjen dheu dhe ujë, bëhen një trup vetëm me zjarri. Si vjet, vera u marros e tëra. Aq sa gjaku t'avullohej në trup. E në rërë mund të zjeje kafe. Shkrina icebergët në pole. U dogjën pyje me gjithsej.
E kjo prap nuk është shenje plot? Puna është se këto i shoh brenda me, në vedije dhe pa vedije, zjarr e ujë i valuar. Arsyeja mbetet në udhkryq të mendimit, pa njohur ndonjë semafor. Shoh turbu. Më përvijohet gjak. E këto prap janë fare pak. Kur një ak vret birin e vet, që s'është thënë as në Bibël, as në një ekuacion me y me x, por që prap e kanë një domethënie të frikshme. Apokalips. Njeriu gjithmonë syt i ka tek e ardhmja. Gjithçka e ndërton me vizionin dhe shpresën e së ardhmes. Por artisti ka një tjetër emocion brenda vetes. Madje në mënyrë të çuditshme. Shumë herë kemi thënë që diku artisti do të shkojë. Diku artisti kërkon të eksplorojë edhe atë që ndoshta e ka bërë për vite me radhë. Pyetja ime për juve profesor është, ku doni të arrini? Unë, si të gjithë bashkëpenasit e mi, kam një synim, një vizion për zhvillimet e poezisë dhe për zhvillimin e brendshëm të vetes. Unë do të arri tek synoj, sigurisht, tek e papara, tek e pagjetura, tek e pamenduara. Të gjitha këto që të burojnë nga brenda vetes për t'i shprehur, për t'i shpallur para vetvetes edhe mundësisht para një opinioni sa do të ngushtë që jetë. Sepse poezia sotme shqiptare tashme nga modernia është duke kaluar në postmoderne. Në Europë kemi të zhvilluar neo-postmodernizmin. Është gjë e gëzuar që zhvillimet e mjaft talenteve, për cilat ne kemi folur, si Agron Tufa, Mark Marku, Lulieta Leshanaku, Lulieta Dano, dhe që nga Romeo Çollaku, për mos kaluar të Virion Graci, janë një numër talentesh, Gjek Marinaj përsëri, janë shumë talente të cilët bashkarisht të ndarë dhe bashkarisht vazhdojnë të shkojnë angjullit të tyre krijues deri në fund për të shprehur vetveten, sepse koha edhe kalendarike, po dhe koha krijuese ka një limit, ka një cak. Domethënë, ai caku që ju dha Migjenit që të ikte në moshën 27 vjeç. Caku që ju dha Kitsit për të ikur 25 vjeç. Caku që ju dha Petefit në Hungari 26 vjeç. Caku që ju dha Bajronit 34 vjeç, Lermontovit në Rusi 27 vjeç. Nuk ka rëndësi kjo jeta kalendarike toksore, ka rëndësi jeta krijuese, se si përjetohet në një mënyrë të vrrueshme dhe të ngjeshur. Dhe shembullin më klasik kemi Artur Embon, i cili në moshën 19 vjeç kishte krijuar gjërat e tij më geniale. Habites në thua, ai ky sapa ka hyrë në rini edhe shfutur në thellësitë e shpirtit njerëzor, të një realitetit kohës, pasqyruar nëpërmjet artit të poezisë. Pra synon gjithë secili të arrijë diku, që kjo diku tjetë
saku i fundit i motiveve të brendshme për të shprehur. Nuk ka një kufi në kohë që unë arri për shembull pas 10 ditësh me mbarimin e një cikli poetik dhe s'ka më për te. S'ka gjë, le të jetë. Njeriu do të krijoj, do të eksperimentoj për të gjetur vetveten. Mos ketë askush nga poetët e rinj, poeteshat e reja, le ta eksperimentojnë vetën brenda vetes përballë fletores së tyre. Koha do të ndajë egrin nga gruri, do të marrin bereqetin, bukën e artit të poezisë. Ajo do të vijë me një punë të pandërprerë. Unë, për shembull, pata fatin e madh që gjatë ecërisë sime të kem pasur 3 mësues të mëdhenj. Lazar Eftimiadi në hapat e para, Jup Kastrati i madh, profesori i gjuhës shqipe, i albanologjisë dhe shkrimtari ynë më i madh Jakov Xoza. Jakov Xoza ka qenë për fat botuesi i poezisë time të parë në vitet 50-57 dhe i librit të parë kur u buzëqeshin shokët në 42 vjet më parë. Ishte fat edhe nuk është e thënë të kenë mësues, po koha jonë atëre kishte nevojë për mësues që nuk i kishim as internetin, as letërsinë e madhe botërore nuk e kishim, as poetët. Tash secili me anë të internetit, me anë të leximeve, nuk ka nevojë më për mësues. Mësues është vetëm talenti dhe puna e pandërprerë. Ajo pra ku do të arrijë njeriu, atë çka ai mund të bëj me vetdijen e tij. Profesor, kemi përgatitur një surprizë të vogël për juve. Pas një interpretimi, pra pas një ilustrimi artistik me vargje, do të ndjekim edhe mendimin e estetit Abdullah Tafa. Ka një arsye, ka shumë arsye, domethënë, po më rëndësishme. Ajo që nuk kam gjarë me kolegët e tij, se kështu, natyrisht, ne nuk dalim dot nga klasifikimi i brezit. Maku ndryshe nga të gjithë, ato që janë shumë të njohur, bëri atë që quhet ndërrimi i shpirtit të poezisë. Ndërrimi i shpirtit të poezisë do thotë ndërrimi i estetikës krijuese. Nga një estetikë krijuese të rarëse, siç e kishim të gjithë, siç ishte kudo, e dogmatizuar, e gurëzuar, e një brezi dhe e një kulture të caktuar, aty ku ishte shumë e pamundur të shfaqej individualiteti, arriti do të me një zona e lëvizjes së brendshme, sa që thash në mënyrë të metaforizuar të shpirtit të poezisë.
shumë është pretekst, dhe nocioni i pretekstit është në të gjithë kategoritë e zhanreve, të lloje, në të gjithë shtrihen në makrostrukturave tipologjike, nga poezia, të teatri, të filmi, në postmodernizëm, në artet pamore, në të gjithë ndarjet të pafundme që kanë artet bashkëkohore pamore, nocioni i pretekstit është një nocion bazal. Pra, ajo që thamë, se mbani që është ajo që jepet, është diçka tjetër që është pas. Dhe qenërindes pikërisht nuk bie mbi që shfaqet, mbi atë që lexohet, mbi atë që duket, mbi atë që është e prekshme, por atë që nuk është e prekshme, në pjesën nën tekstuale të kësaj. Dhe gjithë poezia e fundit të rrëllimeve që kanë pasur botuar, që janë botuar. Dhe asaj që është në teknatës është nocioni i pretekstit. Frymer, dhe erë në drur, drur në erë mbi kapakun ujë të lumit tim. Erë, fryn në balina shumë katshash, në garazhet të nëndheshme edhe në damarët e dheut. Erë që rëmben një borsalim, që ngre kindet e fustaneve të grave, që i bën plakat të gërmuqe, e t'i mbej një vorbull nga spihet apo të dalin për të futur në një tjetër erë që futet në çantat e zyrtarëve për të lozur me qeqet dhe shkresat e fshehta, erë që thyen qelqe e zhdukin hije për të sjell të tjera hije. E vjen mandej brenda meje e mi zhduk mendimet e kthjellta. E rrëzon kokrat e pjekurat e ideve, që kur s'do të bëhen pa vendosur era tjetër që fryn edhe shfryn në pavedije. Aksesorët. Paradoksi njëkohësisht nga të gjithë sistemi i rimar në postmoderne, në poezinë postmoderne, madje jo vetëm të postmodernes, por edhe të arteve të tjera, edhe të zhanreve të tjera, të arteve pamore, kryesisht arteve pamore, paradoksi ka në vete, gjithë sistemin, apo në sistemin e humoreskut. Nga humori i mirëfillt, i lehtë, deri tek si thosh grehinët e mëdha të humorit, siç është humori i zi, apo siç janë pjesët e vetë ironizimit apo të vetë sarkazmit së vetvetes. Ke grotek, për të arritur tek pastaj makroinstitucioni i humorit siç është grotesku. E gjithë poezia makut është ndërtuar mbi këtë bazë. Po ti shtosh edhe grotesku, humori i zi, pra gjithë bazamenti, jo vetëm bazamenti, po dhe arkitektura e plotë ngrehinët shumë kaçe të groteskut, është një nga pjesët themelore të estetikës së rinovuar aristoteliane në postmodernizëm. Pjesa tjetër që kemi të bëjmë me një nga sekretet e poezisë së makut që do të mbetet në zhvillimet jo vetëm momentale të këtyre 20 viteve të fundit, por do të
Për mendimin tim nuk duhet bëj një profeci të tipit të etikës, etik për etik, po jam I bindur në këtë gjë, është sepse ajo u konsolidua pikërisht mbi këto lloj formacionesh, jo vetëm mentale, po formacionesh filozofike, estetike dhe artistike, dhe do të jetë pjesë e mirë e poezisë e cila ushqua në këtë periudhë të këtyre ndërkalimeve të pas vitit 90. Është që Maku nuk mendon nëpërmjet mënyrës së të menduarit filologjik të zakonshëm, nëpërmjet fjalës si fjalë. Është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo. Natyrisht, edhe në shkollës arrymza të pafundme që janë në modernitet dhe në postmodernitet, evidentohet gjithmonë rëndësia e imazhit. Imazhi në lëvizje, imazhi kinematografik, është I përhapur pastaj kudo, madje edhe në artet figurative, nëpërmjet politikut e tjerë, për të mos u zgjatur, kjo veçori e bën Makun duke vënë mënyrën e të menduarit jo filologjik, po imagjinist. Në këtë rast, të imazhit në lëvizje e poliferon, e shpërndan në disa mundësirash të zhanreve. Poezia kalon vetëm, te kalon të jetë vetëm një poezi. Brenda poezisë ka shumë çka, domethënë aty mund të niset një roman, po e them një dram, një skenar filmi, një dram e tjerë. Për këtë kam parasysh poezitë e konstruktuar në këtë mënyrë dhe ajo që është për të thënë në të nyje midis atëre poezisë pretekst, poezisë imagjiniste, poezisë jo në mënyrë të bazuar tek kryesisht tek kulti dhe fetishi filologjik I fjalës dhe këto, por të imazhit në përgjithësi, të poezisë që shfrytëzon së pari atë që duhet ishte në fillim të fillimeve, arketipet, në mënyrën arketipore të simbolikave të vjetra, të distiluara tek vetvetja, e bëjnë atë një poezi të tipit sinkretik. Dhe unë do të thoje që të gjitha ajo që ndërlidh tani me konceptet, nocionet e postmodernes, ashtu siç kam thënë edhe herë të tjera për poezinë e Makut, është që ajo po të flasim me gjuhën e Umberto Ecos, me nocionet postmoderne apo të fetishave postmoderne të Umberto Ecos, ajo është një poezi e dyerve të hapura. Sugjeron të tjerëve që të marrin të hyjnë brenda saj dhe ta rikonstruktojnë, ta ribëjnë edhe një herë nëpërmjet mënyrës së vet të futjes së autorit brenda poezisë. Dhe unë jam I bindur që në shumë raste kjo poezi lind shumësinë e autorëve të tjerë. Udhëtuam paksa në kohë, udhëtuam në mendimin kritik, udhëtuam në përvargje së bashku, për të përcjellë tek ju fjalën poetike dhe ndjenjen poetike. Shpresojmë që gjithçka të ketë vajtur më së miri dhe shpresojmë që të kemi përcjellë tek ju emocionet. Por, pas mendimit të estetit Abdullah Tafa, do doja që bisedën ta mbyllja me profesorin dhe poetin Maku Pone, gjithashtu dhe me një interpretim artistik. Çfarë ju ka mbetur peng një profesor? Së pari më ka mbetur peng Koha e humbur, madje dhe cikli I romaneve të mëdha, kështu quhet në kërkim të kohës së humbur. Mirë po, nuk mund ta kërkosh nuk mund ta gjesh me këtë kohë të humbur, por duhet të studiosh më shumë, të njihja më shumë, të armatosha më shumë dije, kupton, jo vetëm detare, po për botën. Lidhur me këtë ka qenë edhe koha e humbur në të kaluarën kur nuk ishte aq e lehtë të gjeje vetën, së stëlimin e rrethanat e kohës. Pra do të ishte në një farë mënyrë konspirativ, sikur ishte në ilegalitet. Sepse në një gjyqje zhbërtu ndaj poetit të ndier Aleksandr Zaka, poet me talent, I kërkoi llogari për një novel që e pas kësha shkruar dhe e kanë gjetur te dorëshkrimet e tij, ku ai hite hije të zeza. I ndrift shpirti atij ku është. Peng më ka ngelur që nuk munda t'i përkushtoja prozës romaneske ose të tregimit shkurtër dhe megjithëse diçka është botuar, një roman edhe një libër me tregimin, dorëshkrimet kanë ngelur në përshirtar. Dhe ato le t'i mbuloj pluvri, po ëndra është gjithsesi t'i kthehen prozës një ditë,
sepse ka shumë gjëra që nuk mund të shpresh vetëm me poezinë. Edhe në dramaturgjia ku kam debutuar, ishte e një kohe të caktuar, larg vlerave universale dhe me përjashtime shumë të rralla, të cilat i ka realizuar vetëm dramaturgu dhe regjizori i madh Plumkulla, të tjerë kanë qenë shumë larg këtij niveli artistik në teatrin Bylis të Fierit. Kështu që këto pengje kërkojnë edhe një lloj kohe atje ku mund fitohet koha për të arritur një qëllim që është brenda vetes. Në një këshill për krijuesit e rinj, për gjithçka që vjen në kohën kalendarike. S'ka nevojë për krijuesit e rinj, sa më modest je ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, aq më shumë dojes. Të mos e mendojnë se çdo gjë që krijon secili është e përsosur. Të përsosurën e lakmonte madje Shakespeare, Leonardo da Vinci dhe Dante Alighieri duke shtuar edhe vetë. Po tek e përsosura nuk arrin gjithë krijuesi sado të madhësive qofshin. E përsosura është e rrallë, por e bukura të vjen me anë të një pune, studimi këmbgulës, tash me anë të një modestisë në vetvete, duke respektuar majtas e djatha të gjithë bashkëmoshatarët, duke respektuar traditën kombëtare letrare shqiptare, e cila nis me Seremben, me Gavrit Darën, vjen me Naimin dhe Çajupin, vazhdon me Fanolin, Mjedën, Migjenin dhe në traditën e madhe të shekullit kaluar që na la Martin Çamaj, ndoshta poeti më i madh i shekullit kaluar, krahas Migjenit. Profesor, bëm përsëri një rikthim tek historia e redërsisë, por do të duhet i kërkoj ndjes, do të doja të ndalësha vetëm tek këshillat e brezit të rinj, të jenë sa më modest, të thjesht dhe në punë. Miqtë e emisionit, ju falenderojmë që na keni ndjekur në këto çaste poetike, për t'u përshëndetur të gjithëve juve, do të vazhdojmë me një ilustrim poetik. Zoti Maku, ju falenderoj që ishit në studio me ne. Faleminderit shikuesve. Mirupafshim javën e ardhshme. Arketipe të ekzistencës sonë të përkohshme. Brenda një pusi ku një lloj janë të zhytura, robërim dhe liri. Atëherë, le të kthejmë nga një kuk të zjarrt, verë të hidhur perëndish. Dehja ka për të qenë e amshuar. Ndoshta nga kjo le të ndihemi të çliruar nga robëria e përkohshme brenda lirisë në pranga.